Ka bidat të mirë, si do të veprojmë ata që në detirojnë si hoqë dhe falim vitin në xhami dhe pas saj bëjnë dua. Si shoni fjala bidat, është fjallë arabe, që ka dhe më thonë elsi. Nërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kullu bidatin dalale o kullu dalaletin fi nar. Se cila risi, do thotë është në zjarë, thotë përfundimin e ka në zjarë. Shumë disa gjona të cilat ne i punojnë këtu në mesin tonë, të cilat janë bidat, duhet me bëj dua që inshallah Allahu azza wa jalla mëson me i largu ato bidat. Për ato arsye pra nuk du me hi në detale se ka shumë gjona të cilat na i praktikojna, në realitet janë në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po të gjitha këto gjona pse bëhen që mos më ardhte një kundërshtim i madh mes atyre të cilët i praktikojnë ato bidate edhe mes atyre të cilët nuk i praktikojnë, gjona të cilat po i shohim do thotë në xhami tona, inshallah Allahu e ban të mundshme që vëllezërit të cilët i praktikojnë me pasë nuk është prej sunetit, edhe kjo është një risi të cilën do thotë nuk ka qenë në dinin tonë. Ajo butësia të cilën duhet me përdor këtu muslimani është që me ja bën me dije edhe me i tregu se që kjo punë të cilën jetë duke e punu nuk është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ndoshta dikush e punon edhe mendon se me atë është duke afruar te Allahu atij në kush mi fal. Për atë arsye disa dietarë e shohin do thotë bidatin shumë më të rrezikshëm se sa mëkatin. Për çka e shohin më të rrezikshëm se sa mëkatin? Se njëri kur bën mëkat nuk krenohet me ata. Do thotë ne si fajtor edhe din se ka bën një punë të keqe. Ndërsa ai i cili bën bidat përkundrazi krenohet me ta, thotë unë kam bën një punë të mirë. Edhe kur krenohet me ata, në faktikisht do thotë nuk është në esencë e mirë, atëherë do thotë ki ka shkuar në delalet. Ndërsa ai i cili ka bën një mëkat, ndoshta vjen një ditë që do të përdohet për atë mëkatin të cilën e ka bën. Për atë arsye na duhet të bëjmë dua që Allahu më lejë të mundshëm me kuptu dinin tonë tamam islam që është prej burimeve të Kuranit dhe të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.